keqardhje. Unë besoj që presidentja pa tjetër duhet të tregoj rolin e saj, kushtetues dhe duhet të ndërhyj pa tjetër, ose opozita duhet të bëj një kërkes në qoftë ndaj presidentës, qoftë ndaj gjykatës kushtetuese në mënyrë që të zhbllokohet, sepse e shohim që zotri Kurti don me shku kështu në pafundësi. Mirë, ndalemi pak tek votimi i fshet. Sa është demokratik votimi i fshet që është kërkuar 2 seancat e fundit nga lëvizja vetëvendosje? Po në rregullore parashit votimi i hapur dhe votimi i msheft. Të dyat janë metoda demokratike të votimit. Mirë po, seansa konstituive është kasafort e mbyllur. I ka 3 pikat e rendit ditës. Është betimi, zgjedhja e kryetarit, zgjedhja e nënkryetarit. Kjo është në quhet parashikueshmëri juridike. Kur kini parashikueshmëri juridike, është me një rend të caktuar dhe nuk mund të, as nuk lejohet debat, as nuk lejohet asgjë. Domethënë është një rend i ngurtë i cili nuk mund të hapet ose të ndryshohet në mes. Aja që ka përkërkohet, kërkon që të ndryshohet procedura e votimit në mes të një seance e cila teknikisht është një seancë. Ashtë drejt kjo? është kërkesë politike, mi po ligjërisht nuk lejohet një gjë. Sigurisht që këtë din dhe lëvizja vetëvendosje që nuk lejohet ligjërisht, po pse po kërkon një gjë të tillë? Po është, janë duke u mundu me gjetë mënyra, nuk është këtu qëllimi i zgjidhjes situatës. Qëllimi është i lojrave politike... I zgjatjes, zvarritjes e procesit? është zvarritja e procesit dhe gjetja e mënyrave qysh me qitë palën tjetër keq. Tashti, në këtë rast, e kemi që palat mazhoranca, lëvizja vetëvendosje, po thotë që ata nuk kanë frikë të shkojnë në votim të msheft. Kur çështja është ma shumë juridike dhe procedurale. Po të duhej që të votohej në mënyrë të msheft, së pari, kjo seancë duhet të mbyllet, me anë të një shumice të thjesht, të bëhet kërkesa tek presidentja për inaugurimin, për thirrjen e një seance tjetër konstituive, në fillim të asaj seance konstituive, bëhet votimi për votim të msheft dhe mandej mund të votohet. Por momentalisht sa jemi në këtë seancë, nuk ka gjasa ligjërisht. Këta mund të votojnë, po kushdo që sfidon këto në gjykata, gjykata do të shpallë të pavlefshme. Pse po tenton një votim të fshet lëvizja vetëvendosje, Ardian? Sa i përket rregullore së kuvendit, Adriani veç e shpjegoi shumë bukur që nuk kanë të drejtë me bëni gjë të tillë. Përkundër që e din lëvizja vetëvendosje. Nuk don shumë analizë ky farë veprimi. Zotri Kurti për mbrapsht është shumë i zoti, ndërsa për mbare kemi pa këto 4 vite se çka ka vyft, s'ka vyft asgjë, s'ka bo asnjë projekt madhor cilin ja sheh hajrin popullata ose Kosova, përkundrazi jemi në regres në çdo aspekt, dhe zotri Kurti përmes votimit të fshet tenton të përçojë opozitën edhe më tej, sepse shpreson ose ndoshta edhe i ka premtuar dikur se do ja votën në mënyrë të fshet, por ato gjasa janë të pakta dhe ky tenton që përmes votimit të fshet... Ka emra? Kush flitet që mund të nuk ka emra, veç që po supozoj që ka mundësi. Kështu ka thënë dhe Glauko Njufca para disa javësh, ai ka deklaruar që janë disa deputet të partive të tjera opozitare apo të ish opozitës që do të donin, por nuk kanë guximin për shkak të partisë së tyre. Nuk ju besoj deklaratave të tyre, sepse ata e kanë topin. A janë nisë nga kjo bindje që ndoshta dikush do të votoj Albulina Haxhiun në fshehu Razi? Jo, pa dyshim që nuk janë nisë nga kjo bindje, sepse kur bën pazar politik me dikon, mirë është vesh për po ose jo, edhe këtu nuk ka as po, ka vetëm jo, dhe kjo është komplet lojë politike, ku këta mundohen me degradu partit PDK-n, LDK-n, Aleancën, sepse në qoftë se vetëm një deputet nga këto parti voton fshat, qoftë edhe aksidentalisht. Kemi, Ardian, lutem, Arbi Rexha, deputet i lëvizjes vetëvendosje, ta dëgjojmë dhe kthehemi. Kandidatën zonjën Albulina Haxhiu. Sigurisht votimi i fshat nuk është shkelje as ligjore, as procedurale, edhe besoj që do të shkojmë në njëjtën formë. Subjektet politike tashmë i kanë qëndrimet e veta, unë nuk e kuptoj pse nuk hyjnë në votim të fshat. Dhe ndoshta kjo na shtyn në idenë asaj që ata mund të kenë frikë ndoshta nga deputetët e tyre. Mirë po nuk e besoj këtë.
Pra të shkojmë me votim të fshet, vullneti i deputetit është vullnet